Vendet I kanë të rezervuara ndonse jo krejt formalisht. Ulsja nuk I duhet, por prova pak po. Derisa të vi lideri I partisë Ramush Haradinaj e kandidati për kryetar të Gjilanit nga AK, Nazmi Gagica, bashkëpunëtorëve të tyre që garojnë për asamble duhet të bëhen fotografi profesionale, edhe të dallohen nga të tjerët me shenja të partisë. Me simbole, por edhe fizikisht, këtyre ju bashkohen Ramush Haradinaj dhe kandidati I tyre për kryetar, që rrugën deri te salla e bëjnë bashk. Këto Haradinaj njërin e përshëndeti më veçantë. E kur thirret në skenë, ju flet për dore e edhe ju uron krejt kandidatët për asamble. Këta ky thot se e bën AK-n në Gjilan si krejt partitë e tjera, pasi me vota e pranon që nuk është. Janë që edhe se në numër të vota nuk ka qenë partia më e madhe në Gjilan në për etapa, me këtë listë nuk dallon prej partive tjera për fuqinë e këtyre njerëzve, për vlerat që përfaqësojnë ta njerëz. Ky nuk ka asnjë dilemë që projektet që I kanë bërë gati për qendrën e Anamoravës do të realizohen kur të kthehen në qeveri. Kjo beson se do të ndodhë. Ne po shpresojmë pashtu me marrë përgjegjësinë nacionale e Tarme Tafet. Pra jemi optimist, se Tarme Tafet do të kemi disa përgjegjësi nacionale, që I vjen që qytetari I Gjilanit mund na ketë partnerë. Edhe ne këtu në komunë, juve. As në qeveri e as në pushtet lokal, ky tha se nuk duhet të harrohen aleatët, sidomos Amerika. Nëse nuk je mirë me këtë të fundit, sipas Haradinajt, nuk je mirë as me Perëndin. Kush nuk e din ta, kush ka bën, kush nuk din me ruj këtë fakt, kush lasdrohet lidhur me ta, përveç kundër Zotit është. Kundër fëmijëve, kundër varreve, kundër atyre që s'kan leje, kanë me lena janë në tokë. Na duhet me vë kujdes se kur ço nuk është e përjetshme. Niveli qendror bashkë me ato lokal nuk e kriju një projekt të rëndësishëm për këtë komunë, sipas atij që synon kryetarllokun këtu. Ato premtime mbetën bashkë me kamionet e prishur në Bjesht e Zhegosit. Një autostradë, një projekt që filloi në qeverinë Haradinaj, por që në vitin 2020, në shkurtin e vitit 2020, u vunë barierat e para. Këtë ujin e pijes e edhe sigurimin e vendeve për varreza, ky tha se do t'i kryej gjithsesi. Ne e kemi ndërtu në 3 shtylla kryesore. Një Gjilan të jetueshëm, një Gjilan të shëndetshëm dhe një Gjilan konkurrent në tregun e dijes. Një urem, jo për fitore në zgjedhje, por për ditëlindje, ky e bëri të mërkurën. Ato ishin për bashkëpartiakun Ahmet Isufi. Ahmet Isufi ka ditëlindjen sonte pikërisht. Shpërndarja e dekreteve për kandidim për asamble shënoi më pas fundin e këtij tubimi. I bish.